përzi. Nëse nuk ja thot duhet mi thonë, më falë, po në shumë ma mirë. Po ka këngëtare që hezitojnë një thonë bashkëshortit se mundën mi prish marrëdhënie. Tu mundet me u prish edhe marrëdhënia, se më varët qysh pa e pret partneri, bashkëshorti yt. Unë isha tu e thonë shumë shkurt, ka disa lloje bashkëshortësh, gra dhe burra, të atill që gruan ose burrin don mi pas veç për veti, mi pa veç vet, edhe ja mohon karrierën, edhe ndoshta shkëlqimin, po ka dhe të atill që gruan ose burrin i vlerësojmë për kapacitetet që kanë, për gjitha të që ja ka folë Zoti, dhe në fundit i vlerësojnë dhe për faktin që janë një farë bankomati, që veç qesin pare, rap, si gratë e shumë këngëtarëve që kanë thonë, edhe nëse një dit nuk jam ma, edhe nëse des, mos e nalë karrierën edhe mos i hup sakrificat që i kena bo bashk, ose si familje, ose që e ke sakrifiku Muzika është biznes, varet si e percepton edhe sa e ka përdin kretë qatë sakrificën që s'jela jo bashk me vete. Tu fillu prej mundit, prej orareve gjata, thashe themeve, fjallëve të halkut e të ngjashme. Se duhet me thonë edhe këta. A kanë afat pendime ëndrat, Elena? A është vonë dikur? Në base në rase caktume mundet me qenë vonë, por tek rasti rëfimi që dëgjuam, në base mund t'i kthehet muzikës pas disa vitesh, në base mund t'ket pas nevoj për një relaksim, një pushim, një largim nga muzika, pra në muzikë, thuaj se nuk është edhe shumë vonë. Dua pak me ndërlidh dhe tek çështja e xhelozisë, pasi që ne e njohim shoqërinë tonë, thashe themet, fjalët e njerëzve, mbas edhe këto mund të kenë qenë ato që e kanë ndiku bashkëshortin, no? Po, bashkëshortin. Që po dalim të besimi, prap. Nëse bashkëshorti e ka shfrytzu lindjen e gruas, si në 99% të rasteve që i dim, si pasoj me ndalu profesionin, bashkëshortja nuk më pëlqen, po nëse bashkëshortja e ka ndalu profesionin mas lindjes edhe e ka pa matë arsyshme fëmijën për me qëndru ofër fëmis, unë jam okej, nëse e ka bo për fëmit e vetë, se ka për shembull këngëtare ose qka do ko profesione ka ndalu për shkak të një fëmijës me çrregullime, ma problematik. Unë për vete jam tërheq nga televizioni, pas lindjeve të mia, për arsye që unë kom desht me qenë prezente dhe mos me hup asnjë moment. Edhe besoj që ata 3 vjet të gjysëm që i kom sakrifiku, ja ka vlejt çdo moment. Jo më kthy edhe po vazhdoj. E kom lënë atë. Veprim do ta bëja edhe unë, si që për fëmijët e mi, ndoshta ai kisha bën një shkëputje profesionale për me qenë fix prezent të fëmijët e mi, po në momentin e parë që fëmijët janë okej, edhe unë e shoh okej të arsyeshme, normalisht ju kisha kthy profesionit. Ky elitës është një akt gati i shenjtë që e bën një non, por nuk është një akt i detyrueshëm prej partnerit. Absolut, domethënë ka ardhi diktum prej ndjenjave të saj si non. I bën që nuk e ka detyru kërkush me Jo, ka shumë të tilla se mund të me qenë një non gjithon, se unë si atill nuk është që ko mujt me lov fëmin tem edhe me dalë, me kriju një emision në televizion, si janë orë të tëra që ne i kalojmë këtu. Gjatë letrës ne pom dëshpërim nga ana e protagonistës të letrës, pom se ajo pavarësisht që ka një familje të lumtur, që është e dashuruar në burrin e saj, ka një zbrasti në shpirt, që do të thotë një grua e cila merr mundin një redaksi e televizionit me i dërgu një letër edhe me shfaq pendesën e saj që e kalon rrugën e saj, me shfaq gjithë zbrastin e saj që e ka në shpirt, është një grua e palumtur, që ka i duhet ati burri në shtëpi, ose atyre fëmijëve një nanë e palumtur dhe e papërmbushur. Jam mos e i bindur, pa paragjyku shumë, që kjo grua reflekton keq në shtëpi. Një grua e cila nuk është e përmbushur, ajo ka me protestu në një formë ose në një tjetër para familjarëve dhe ka me destabilizu familjen. Edhe fëmija kur fillon me u rrit edhe me i kuptu gjanat, për shembull shumë të rasteve kom dëgju që fëmija thot mam pse nuk e ke ndjekti ëndrrën tone, pse s'ke vazhdu, pse i ke ndëgju tjerë, apo kupton, edhe fëmija fillon me kuptu se të sheh si dopt. Se të sheh
nanën e vetë që s'po është e lumtur ose ku ta dion ose që Edhe të shes si do se s'ke luftu për ëndra tuja. Gjithmonë fëmija është i lidhun ma shumë, ndoshta po mendoj me nanë se sa me babin. Kur janë më të vegjël, kam fjallë. Te unë në shpirë të kundërta, unë jam shumë ma e lidhun me babin se me mamin. Qikat gjithmonë janë ma të lidhuna me babin, edhe unë ashtu kam qenë. Do me thonë unë e mëj edhe kur t'jam smut 15 herë me thirë bab, një herë me thirë mam. Në fe thot e kundërta, po ta shumë si lind, e kam lidhjen shumë ma emocionale me babin. Shëndetje mami lindës, jeshtë shumë e mirë, por 15 herë për thërë ka bafë. Po të nditën do me dhe në sartë, folje me mami njerë e për qështë babi qa po bënë te, qështë je. Do shta më barët kjo dhe nga jo se kusht ka afru ma shumë drejt andrave dhe realizimit. A qenë babi? Unë besoj që edhe në momenti kur bosh nën, Linda, edhe në momenti kur bosh nën, ai perceptimi ndaj nanës, e shem mo nanën tonë si heroin. Unë e shumë dhe tash. Komplet e shem ndryshe. Shumë e vërtit, unë e shumë mamin tem si heroin, po babin tem e shumë 2 herë ma hero. Java djava. Jo, atë kalzej pse? Se babi jem në kohën kur mami jem është përballë, tash po e lidhim fiks me ndalesën e profesionit, që erdhëm të burat, kur mami jem është përballë me kancer, babi jem ka qenë në kulmin e arritjeve muzikore në 2007 edhe ka ndalu totalisht, është mirë vetëm me kancerin e mamit tem. Tash, a i ka ndalu andrat, ka ndalu profesionin, ka ndalu shumë gjana, ka shqitë shumë sene, vetëm që nana e me qenë mirë. Normalisht, tash babi e ka një pesh jashtëzakonisht ma të madhe se ka sakrifiku shumë pi vetës për me qenë familja, pikrisht kjo që na po e quim familje, institucionin e shajt, me qenë në regull. A i ka dhonë gjithë shka prej vetës që na sot me qenë me pas mamin prezent. Unë e du mamin normalisht është nanë, është figura ma e shajt e mundshme, po babin e du në dashurit të jashtë zakonshme, të paprekshme. Për shkak që a i ka dhonë shumë, ka bo shumë edhe mu si vajzë, pak baba i lajnë, i regulojnë, i krehin, i veshin, meren me to, meren me problemet të tyne. Baba jem ka qenë pikrisht aj babaj që u merë me mu sikur me qenë unë ideali vogël, për to jo një vajzë e vogël, për to ju veç me mu, po edhe me motrën tem, kur nana jem nuk ka qenë në gjendje me u merë, ju të gjithë babalarët e bojnë, ndoshta pikrisht në atë pik, ja kthejnë familjes shpinën, se nuk kanë ma durem, edhe nuk e lojnë profesionin për do mos muzikantët, pak të kam dëgju që e kanë lënë profesionin pëse gruja ju ka përballë me një sëmundje të rëndë edhe u merë veç me gruan. Ka thonë nuk mëj mu merë me kur gjo tjetër për veç se me gruan time. Të pak të jena ta. Për këta babalar? Për këta babalar është diçka që nuk e bojnë. Unë nuk kam dëgju, unë kam pas raste, në lagje 2-3 raste kanë qenë në të njëjtën kohë dhe nuk kanë qenë të njëjtit babalar si kur babaje. Varet ma di, Linda, se s'duhet ta gjykojmë askënd se dikush mund ta bëj për shkak të kushteve financiare. Dhe nuk besoj që dikush që është në një martesë të lumtur ose të pa lumtur, me jetu me një person, nuk është mos me qenë gjanje me sakrifiku një periudhë për me ndimu partnerin e sëmur. Është diçka ekstreme, pastaj si avlen me qenë ajo martesë. Ajo është ekstreme për peshën e moshkullit që thep